Televizionet tjera që nuk marrin rrogat. Ka. Që nuk kanë sigurime. Punojnë pa sigurime. Punojnë me kesh, punojnë me ka. A janë në red ndonjëherë këto gazetar? Ishin nga puna. Do ta bëjmë bisedë. Po varfërinë ti, çka ka ndodhur komunizmi? Ku është unioni gazetarëve? Ku është unioni gazetarëve? Po ku gazetarët nuk kërkojnë drejtat e veta me pronarin. Dhe pronari i përdor kur i do ai me qit. Kjo është muhabeti, ky është çështja e skllavërisë. Tu të ndoarim në muhabeti skllavërisë më keq. Skllavërit ishin ata të fundit që kërkonin heqjen e skllavërisë. Pse? Se shtypja, dhuna, por ama ndryshimi u bë atje ku komunizmin. Kjo ka ndodhur në komunizmin. Mos në rizonin, mos derisa paralizohesh fare. Po, ishte aparati që të bënte atë. Ka thënë Gonshea një gjë të bukur në fundjavë që më erdhi dhe mua dhe ti duhet ta kesh ose ti je më i madh dhe ke se ke të pyes. Thot, aq propagandë kishte. Po Gonshea nuk e ma me propagandë se ka qenë i vogël, po atë i vogël. Ka qenë 2 vjeç, ka qenë 13-14. A 13, s'marr me kjo. Kur erdhi 91 dhe u shfaqën priftrin, thot, unë kisha frikë. E kupton? Exagero. Po jo, nëse këto provincat ndoshta po për të thënë propagandën e madhe, dhe propaganda e shtypur me varfërinë, e shtypur me mungesën e punës. Shiko, ne tani gazetarët po kalojnë filtra për të punësuar dhe ne dim shumë mirë, siç dim këto të vërteta që the, ti pranoj. Po kalojnë në filtra emërimi jashtë gazetarisë në qeveri dhe në PS. Sot Arion, ti nuk je në kushtet e komunizmit ku nuk ishe. Sigurisht. Sigurisht nuk e mora si shembull për propagandë. Përse tash ti të gjithë turën gazetar. Do me bë gazetarin ti? Ja më gazetarin e bë dhe me këtë telefon. Gazetarin e bë me studio të vogël. Ai që do me bë gazetari. Pra, përse turën gjithë? Ja, ta shpjegojmë. Përse turën gjithë? Sepse njeriu nuk është puna. Unë mendoj që njeriu kur e bë një punë, e bë për dashurinë që ka. Do unë këta punë, flas gazetaria. Si janë të tërë me pasion, me ndërgjegje dhe si janë të tolerojnë. Nëse unë nuk e bëj, atëherë ikë më mirë i bi Kazmës, po si janë kështu pra. Njerëzit bëjnë kompromise, ndërgjegje. Ose me rrugët, ose me gjë. Kanë ikur. Por që të kthehet gazetaria në një bashkëpunim të krimit me politikën dhe me median për të vu gjoba. Patjetër, po gazetari, reporteri e ka apo e kanë drejtuesit? E kanë pronar. Drejtuesit pra pronar. Apo e kanë ata. Po ti doli ke pronar e kishën. Po patjetër, unë ta thash. Është situatë. Ore, është rreth vicioz, po ta thash është rreth vicioz. Politika i ka kapur, e kapën 96-ën. Po dhe ti më përmend, edhe unë do të them këtë. Po nuk ka gazetarë erojmë. Nuk ka gazetarë erojmë. Në kuptimin nuk mund të kërkojmë të erojmë. Del një terrorizëm se sa të vra njëri. Sidomos tashi Rama krahasoj sa po pse Rama nuk ka nxjerr gazetar nga salla dhe i ka thënë je non grata këtu, pse i ka bërë pyetje për Olta Xhaxhkën? Qofse i konsideron gazetar që se ke fjalën për atë syrit, ç'është ajo? Jo, dhe pra ka qenë te Adyshi, Nëse po nuk është këtu, shiko, media sot është në pikën më të keqe dhe më keq do bëhet. Unë them se më keq do bëhet. Ne si popull e kemi vetë kulturën autokratike. Dhe të dënshtroarit. Këtu pastaj kemi vetë, ne u kemi vetë. Pse s'ka indignatë? Më shpjegon dot i lirë pse pensionisti me 150 mesatare voton Majtas? Ma shpjegon dot pse fshati, sepse fshati, do me thënë kuptimin, zonat rurale votojnë më shumë Majtas. Kjo dihet është aksion në politikën shqiptare. Në fshati merr votat më lehtë se në qytet. Qytetarët janë më ndjemëdhenj, duan kushte. E di pse? Se opozita shqiptare ka dalë nga e Majta dhe nuk arriti kur të krijoj besueshmëri, të krijoj shpresë, të krijoj gjithë pse. Sa ato erdhën gjithë tash mos i vim sa i vallës, ne deformimin e kemi që në fillim. Ti e di shumë mirë që opozita shqiptare nuk u kriju si një ky është muhabeti gjerë. Po pra, nuk erdhin nga poshtë lart edhe pe i doli. Ato e mbrun komitet qendror, ditje ra gjithë botën, u tremën me Ceaușescun, bën emrimet. Ti ke PSD-ja, ti ke PD-ja, dhe ka qenë ajo e famshme që thoshin pse se çun Berishën ke PS-ja se do kishte një parti komuniste, se të kishin pru nanën këtej. Se faktikisht për të qenë sinqert vetëm njëri me gjithë metat që ka pas, po njëri që liberalizoi atë parti, liberalizoi vendin ishte Nano. Pra jemi në përkeqësim. Derisa kthehemi te Nano. Në 2005 që është 20 vjet përpara. Tash ti me që i përmene opozitën se kjo punë s'marrë shumë si veja, por unë do dalë që nuk duhet vetëm të vejmë gishtin. Nuk ka bardhezi. Se këtë kemi bo dhe me Enver Hoxhën, po ti çarbone,